Fshatin Kraps të Fierit, 15 familje prej vitesh jetojnë të izoluar nga pjesa tjetër e zonës, pasi lagjën e tyre ndan lumi dhe mungon një urë e përshtatshme për qarkullimin e automjeteve. Situata është ndruar në një emergjencë sociale, që kërkon reagim të menjëhershëm nga autoritetet, pasi në këtë realitet të vështirë, lëvizja me makinë është e pamundur, ndërsa rastet emergjente kthehen në rrezik serioz për jetën. Autoambulancat nuk mund të futen për të transportuar të sëmurët drejt spitalit dhe mjetet zjarrfikse nuk mbërrin dot në rast të zjarre, shpohojnë banorët. Sipas tyre, shërbimet bazë në këtë lagje të harruar ndalen përballë lumit. E vetmja mundësi kalimi është një urë ngushtë për këmbësorët, e cila nuk mjafton për nevojat minimale të banorëve. Prej vitesh, banorët kërkojnë një urë, por deri më sot mungesa e saj i ka lënë të shkëputur nga jeta e përditshme. Familjet e bllokuara prej kohësh kërkojnë një ndërhyrje urgjente, duke theksuar se çdo vonesë rrit rrezikun për tragjedi në një komunitet që ndodhet vetëm pak kilometra larg Fierit, por praktikisht banorët kanë ngelur jashtë çdo shërbimi jetik. Problemin e rrugës që ndron, ne si lagje nuk kemi rrugë, jemi rreth 15 familje. Rruga e ndajës e bllokuar. Për mjetet të ardhur tek për familjet tona nuk kemi. Këto probleme i kërkojmë neve si antar të lagjes, jemi lagja ma tanë lumit, në lumi këtu në mes, edhe vetëm një pacarel kemi për të kaluar, kurse për mjetes kemi fare. Sa vite keni këtë gjendje? Po kemi ne vite shumë. Kemi vite. Çfarë ju shqetëson më shumë? Vetëm na bën një urë. Asgjë tjetër. Po kur keni sëmurë ose nevojë? Në korriste që më përtej. Me se e transportoni? Në krahë. Në karrodor. Jemi në pikë të hallë, asaj që një rrugë të posaçishur që kemi, mjeti nuk na vjen këtej. Kemi një urë me balsarel, aty hidhemi. Sido që ta ndodhi halli, nuk na vjen mjeti këtu fare. Një smundje i tujtën këtu, ne jemi të braktisë fare në qeveria. Mirë, aty bëjmë lene, aty poshtë. Në gjenjën do të bëjmë urë të bëjmë. Edhe ata, aty do bëjmë urë, do bëjmë kështu, edhe morën e votimet dhe ikën, tashi po bëjmë njëra burë. Filloj, jemi 5 në shtëpi, s'kemi rrugë fare. S'kemi në i smundje, s'kemi kalojmë, urë nuk kemi, rrugë s'kemi të dhe bëjmë. Pa një urë dhe pas një investim minimal, banorët e Krapsit janë të detyruar të rrezikojnë. Na ndan vetëm një urë nga normaliteti, kanë thënë banorët, të cilët prej kohësh trokasin në dyert e institucioneve, po kërkesat e tyre kanë mbetur pa përgjigje. Banorët shprehen për televizionin Apollon se kanë kërkuar një ndihmë në institucionet vendore, por apelimet e tyre kanë rënë në vesh të shurdhër, ndërkohë izolimi i tyre po kthehet në një emergjencë sociale që kërkon zgjidhje të menjëhershme. Ndërsa koha ikën, izolimi i 15 familjeve të Krapsit mbetet një realitet i hidhur që kërkon ndërhyrje urgjente nëpërmjet ndërtimit të një ure që të mundësojë qarkullimin e automjeteve ose hapjen e një rruge përgjatë lumit deri tek një urë ekzistuese, kanë theksuar të revoltuar banorët, sipas të cilëve, nëse nuk i jepet një zgjidhje problemit, ata do të protestojnë përpara Bashkisë së Fierit.